Horoskopi ditore premte 31 Korrik 2026. Dashi. Do të komunikoni lehtësisht me partnerin tuaj sot dhe do të shprehni gjithçka që mendoni. Kjo do t'ju ndihmojë të sqaroni dhe disa keqkuptime që kishin lindur kohët e fundit. Nëse jeni ende beqar poshtë 30-tave, do të keni një takim breslënës. Yjet do t'ju bëjnë të ndiheni si mbi re. Fati do t'ju buzëqesh në planin financiar. Do të kryeni të gjitha transaksionet që kishit menduar. Demi. Do të shkoni në qiell të shtatë sot të gjithë ju që jeni në një lidhje. Partneri do t'ju plotësojë të gjitha dëshirat dhe do të ndiheni me fat që keni në krah. Shprehani edhe ju të gjitha ndjenjat. Një takim interesant mund t'ju ndryshojë drejtimin beqarve. Dashuria do t'i pres me krahët hapur. Ka mundësi të keni një rritje të financave sot. Mendoni mirë përpara se të hidhni çdo hap dhe të fitoni. Binjakët. Hëna do t'ju nxjisë të bëni sa më shumë lëshime ndaj partnerit tuaj sot. Në këtë mënyrë do të shmangni dhe konfliktet që keni patur. Pranojini gabimet tuaja. Beqarët do të ndjehen mirë dhe ashtu si janë, por personi që do të takojnë mund t'i bëjë të ndryshojnë mendim. Nuk do të keni probleme shumë të mëdha financiare, por duhet të tregojeni të matur me shpenzimet. Mos i toleroni vetes gabime. Gaforia. Gjërat nuk do të shkojnë mirë në çift. Do të keni shumë zënka e debate, por shmangni me çdo kusht marrjen e vendimeve të rëndësishme. Qetësohuni një herë dhe mendojini gjërat më mirë. Beqarve do t'ju rah zemra fort. Bëni çmos që ta bëni për vete personin që do të takoni. I keni të gjitha mundësitë. Mos ëndërroni shumë në planin financiar, por kthehuni me këmbë në tokë. Luani. Do të ndiheni më të sigurt për të ardhmen tuaj në çift sot. Do t'i shprehni më lehtë ato që ndjeni dhe nuk do të nguroni t'i thoni partnerit ato që nuk ju pëlqejnë. Beqarët do të duan të qëndrojnë ende të tillë, por në fakt një person që do të takojnë do i bëjë të ndërrojnë mendim. Mos ndërmerrni operacione shumë të mëdha në planin financiar sepse buxheti nuk është shumë i qëndrueshëm. Virgjëresha. Marrëdhënia me personin që keni në krah do të shkojë më së miri. Ajo do të bazohet tek besimi reciprok dhe bashkëpunimi. Do të keni shumë nevojë për njëri tjetrin dhe do të shprehni këtë. Beqarët nuk duhet të ndërmarrin shumë rreziqe vetëm e vetëm që të bëjnë për vete atë që duan. Lëreni që ai të vijë tek ju. Do të dini si t'i mbroni financat dhe nuk do të keni asnjë problem. Peshorja. Çiftet do t'i zgjidhin me mirëkuptim dhe qetësi mosmarrveshjet që kanë patur kohët e fundit. Do të merrni dhe një vendim të rëndësishëm për të ardhmen. Fal mbështetjes së yjeve do të mund të krijoni një lidhje mjaft intensive me dikë që jeton jashtë, por që ka ardhur për pak kohë këtu. Do të ndiheni mirë. Do të keni një strategji të mirë financiare dhe do të dini të ruani ekuilibrin. Akrepi. Nëse jeni në çift, nuk duhet i merrni gjërat me vrull dhe të nxitoheni. Nëse e doni kaq shumë sa thoni njëri tjetrin, gjithçka do të shkojë për mrekulli dhe ndjenjat nuk mund të shuhen. Nëse jeni beqar, nuk duhet të keni frikë të tentoni. Mundësitë për takime do të jenë të shumta dhe interesante. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme dhe do të tregoheni më realist. Shigjetari. Yjet do t'ju bëjnë edhe më entuziast sot në jetën tuaj në çift. Klima do të jetë ngrohtë dhe harmonike. Shfrytëzojeni ditën sa më shumë të mundeni. Për beqarët, dita do të jetë e qetë dhe nuk do të ketë takime. Qëndroni pak më shumë me miqt dhe me familjarët. Me financat duhet të tregojeni më të kujdesshëm nëse nuk doni që ato të tronditen. Do të merrni një ndihmë goxha të madhe nga dikush. Bricjapi. Në jetën në çift do të ndiheni mjaft mirë gjatë kësaj dite. Disa do të kalojnë momente të mrekullueshme dhe plot emocione. Beqarve do t'ju vijë në maj të hundës vetmia. Mos u mërzitni sepse sot mundësitë do të jenë të shumta dhe mjaft të mira. Sektori parave nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh. Mundoni të shpenzoni me kursim dhe do e shihni që gjërat do të shkojnë më së miri. Ujori.
Do të keni ndryshime pozitive në jetën tuaj në çift sot. Do të jeni më entuziast dhe do të shihni me optimizëm të ardhmen me partnerin. Beqarët së fundmi do të mund të krijojnë një lidhje. Ajo që do t'ju sjellë kënaqësinë dhe rahatin që keni kërkuar prej kohësh. Më në fund, fati do të jetë në anën tuaj në planin financiar. Do të mund të kryeni edhe disa transaksione të rëndësishme dhe fitimprurëse. Peshqit. Të nxitur dhe nga planetët. Ju do të bëni çmos që të ruani ekuilibrin dhe harmoninë në jetën tuaj në çift. Do të ketë edhe debate të vogla, por që do të rregullohen sa hapen mbyll syt. Beqarët do të mobilizohen seriozisht për të bërë për vete ata që pëlqejnë. Do të keni shumë fat sot. Perspektivat financiare duket të jenë shumë të mira. Do i ulni dhe shpenzimet dhe kjo do t'ju ndihmojë mjaft.